Ndryshe. Ja të kemi dhe po presim përgjigjen e Laertit, pasi ishte falendërues Big Brotherit për atë që ka shtuar vetë besimin. Si ishte pyetja atë? Çfarë ka prish punë? Çfarë ka prish punë? Prish punë Biku. Po, e vetmja gjë që më ka prish punë është që tani, do të thënë, bia i shumë telefoni më vlla sa më ka prish orarët e gjumit fare, do të thënë nuk. Për çfarë bie telefoni ti? Dhe në çfarë ore të bie? Që ta them unë çfarë duan. Janë këto oraret kur unë bëj emision e natës. Pra unë prandaj dua të bëj emision e natës se jem në punë. Ti je që në punë pa lek. Kështu që të paktën vardoj lek, po të paguam paktën. Jo seriozisht, në ka një gjë që ti bezdis tani që është kjo fama e shtuar thua, po si. Jo, mos zemër, të lutem tani ne dalim në skenë pikërisht për këtë. Sa më tepër publik të na njohë, aq më tepër publik do vinë teatr apo në kinema apo kudo. Patjetër, po është një. Salsano është vetë aktor. Patjetër, po televizioni ka një tjetër popularitet dhe një tjetër famë, domethënë jem. Atë pse të më prishi punë? Nuk e ka prish punë. E vetëm gjë që shtuar njerëzit që telefonojnë. Kjo është. Dhe dërgojnë mesazhe në Instagram. Çuna apo goca janë? Donjëherë janë dhe të çuditshme. Shiko, unë kam një debules të sytë e kaltër dhe flokët e verdha, kështu që. Opa. Kaltër dhe flokët e verdha. Flokët i gjetën, po syt. Kështu si ka nga larg se unë s'kam syze tani, duhet të kaltër. Ke gabim janë jeshile. Aq më rënd, po t'jen jeshil aty i ke fare pastaj. Kam përshtypjen që më përfitoroj ky mua me Ishte një high five me Salsano për ti që do gjua. Pra të zhurmë që ishte do shpull, jo. Por kërkesat për në teatr janë shtuar për shfaqje? Po, janë shtuar. Kam, shiko, fakti që më pyeti Gjergji, tha bashkë me Indritin, t'i vëm shfaqje tani, dhe i thash po patjetër. Për mua vini shfaqje tani që të kapim këtë lloj populariteti. Ti e di, dhe një spektator i shtuar në teatr, por neve është gjë e madhe, po, është gjë e vyer. Lajert, po ishte i thjesht përshtatja rikthimi në sken, di që koncerti është vendosur njerëz si shfaqje, është rikthyer tek teatri eksperimental, pas lajme në Top Channel që ishte sold out. Po, dhe është pas sot jemi në mart, po, është e premte shtunë e diel sërish. Ishte e lehtë përshtatja, po më shumë e lehtë. Se më duket kështu sikur e humb pak ditë, natë, orarin. Jo. Por prandaj jemi aktor profesionist, si mos ta humbasim atë gjë në skenë, Pastaj në jetë. E mbaje mend atë shfaqje apo do desh ta mësoj nga shumë? Ai nuk është se u largua shumë nga profesioni. 4 muaj. 4 muaj aktrim, kishte edhe aktrim aty brenda. Kishte? Big po them. Patjetër. Do me ta fut në gjë. Lojtari. Di ky s'ka qenë me mua më vllai. Di unë ka parë mision, po ne tash. Jo, ka thënë me Laert, ka thënë. Nuk kam gjë pancion që ta dish, nuk e ke ngjuar. Si vjen misionet? Kam qenë pancion. Ka qenë edhe Manushi këtu, thonin Loredana, Laerti ishin me sy të dyve. Po normal. Tani ti ke filluar të nxjerrësh lek nga këto reklamat Instagram kështu. Nga cilat reklama? Kto që nxjerr në story, siç bëj unë me Elona për shembull. Jo, e di pse, dëgjoj, Instagramin tim, telefoni im ka qenë sirtar. Nuk e menaxhon njëri Instagramin. Kështu që janë bërë. Gjatë që ke qenë aty? Ne. Asnjë? Ky është krimi i madh. E ka pas një njeriu im, po që s'ka pas lidhje, nuk ka pas lidhje, kështu që Rebeka do i kishte qartë atë punë. Po ç'ti bëjmë tani? Është një çik. Nuk ka dhe dikujt mbaj, nuk e di amore, të betojmë. Unë jam futur. Kishte vaj 3-400 k tani. Unë, domethënë, ka vaj 33033. Duke ndenjur në sirtar. Ka qenë. Po, ja ta tregoj në foto, më pande 33033. Nuk të foli Ilnisa, shoqja që ka afër që merru me Instagramin. Shiko, në fakt nuk është se pyeta njëri, unë thjesht u futa aty. Dhe ti e di që nuk e kam pas më janë ofruar për produkte të ndryshme, po është ke parasysh tani. Ke me siklet këtë punë. Më duket një çik shumë të dalë dhe unë të them përdorni këtë krem se e vëllon. Ata më të keq. Një herë ta provosh Laert. Po jo krem valla në gjë tjetër. Po të reklamoj do një whisky. Po okay, dakor, që kemi çik afër. Po, shumë mirë. Ja mund ta shtiu ndërmend dikujt që ta bësh këtë me whisky. Për atë po mund ta bëj. Po domethënë mund reklam, jo kështu, hajde po të vë një. Shiko, nuk i besojmë këto mos e moraj, po postojun një. Po është një postim 500 euro mo. Çfarë thua ti? Sa është mo? 500, 300 dhe 500 dhe kemi gjysmë për gjysmë, të betojmë. Hajde dhe një high five se ishme Salsano. Edhe do pini dhe do Ne, po do me do një high five. Ato legi argjojnë për qeve tona. Po, për pizza. Po s'më duke shumë tip që, do me thënë, ti po të dish ta ngasesh këtë gjën,
Duhet jap dikujt ta menaxhoj. Kjo është e vërtetë. Duhet dikush të marrë accountin tim, do të thënë profilin tim. Simpatike, artist, kemi ka pëlqyer shumë njerëz të mbi. Po je pra më të shijoj, s'varri. Lajert, ke të dashur? 2-3. Sa thua? Ja. Sa të dashura ke atëre? S'fal. Jo, ma ja. Kam friends with benefits. Flas të dashur kështu. Friends with benefits nuk kam. Kam kështu, jam në periudhë njohje, domethënë që po njihem, e kupton? Tani njohja mund të përfundojë në nominim, kokë me kokë të tiki njëri, kupton, ti e di, pa përmendur kështu njerëz emra, por jo, nuk kam pas shumë kohë se me teatrin futa se e kanë fjalë ato që po na dëgjojnë tani, sepse janë të shumta ata që na dëgjojnë. Jo. Trafiku në Tiranë ti di që deri në onë tjetër, edhe të gjithë makinat sidomos. Dhe shqyr zotë që dëgjojnë Top Albania Radio. Po. Tani mund të ketë aty ndonjë pasagjerë, ndonjë kliente që është taksi që ka simpati për njërin që po na dëgjon. Ja me vishur. Tani, nëse ajo merr vesh që ti nuk je i zën, mund të ketë interes për ty. Jo, shiko, mos dëgjojnë Rozani sot Lajert e zemrën e ka të zën, do të për arsye të tjera. Nuk e ke të zën. Shumë mirë. Më pëlqen kjo gjë. Jo. E rëndësishme është që do bjonde me si bëqelli. Aty kemi debules. Jo, nuk kemi përjashtuar. Ka brune të shkëlqyer. Kemi racisëm o burri. Jo. Ne kemi kam debules tash për atë gjë. Okej. Por janë krahun tim të majt, bindjet e mia janë të majta. Do flasim edhe për bindjet sa shumë gjëra ka për të folur. Mirë, po jemi në fund të kësaj pjese me Laertin, se do kthehemi pas orës 7, do rim gati deri në orën 8 bashkë. Do flasim edhe pak për Valbonën, do flasim. Jo, ju flisni mu, patjetër. Patjetër, do flasim. Do flasim edhe pak për çiftin Vala. Po, okay, flisni, vazhdoni. Po do flasim edhe pak për zgjedhjet edhe pak për politikën, apo jo? Para do flas sa duash. Jo, do flasim patjetër. Sa do duash para. Do flasim edhe pak për seksin në fund. Seksin dhe politikën. Do i bësh atë? Do ja bësh? Jo, nuk ka bëj. Bëja Laerti. Jo. Nuk ka bëj Laerti se nuk e përballon dot. Jo, un kam mbar mbrojtës me vete, po bëj. Pas fakt, pas fakt.